Allahu Gjelle Shanuhu në i këthilët mendje tona me kuptu me të vërtet vlerën e kësaj nate dhe të këtyne nedve, në të cilat edhe njerë po e thëmë, përcaktohet gjithë qka rrëth neve. Mos e anashkaloni dhe mos të anashkaloj, mos të lom onash, mos të lom onash këto nete dhe këto dit, duke e lutë Allahun Gjelle Shanuhu që me ne i caktu e taksiratet sa më të vogla, me ne i caktu e rizkun, bereqetin, mirësin sa më të modhe, me ne i mundësu e me i realizu e të gjitha synimet edhe qëllimet tona në jetët tona, sepse son të përcaktohen nëse son të rastis të jetë nota e kadrit. Son të përcaktohet gjithë qka nëse rastis që son të jetë nota e kadrit. E na e lusim Allahun nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë, o Zoti jon, o mëshiruesi jon, o krijuesi jon, o furnizuesi, o mbikëqyrësi jon. Nëse sonte është nota e kadrit, mundsona që taksiratet, të lashet, brengat, hallet gjatë këtij viti të kemi sa më të vogla, Allahumma amin. O Zoti jon, nëse rastis që sonte të jetë nota e kadrit, mundsona që bereqetin, rizkun, mirësi të kemi sa më të mëdha dhe sa më të shumta. O Zot, na ruaj fen ton, na ruaj kumbin ton, dheun ton, vendin ton, rinin ton, motrat tona, vllaznin ton. Mëshiroj të vdekurit ton, shëronaj të smurit ton, ja Rabbel Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.